Pejgamberi sa u afrua dhe i bëri me kish në zemrën e tij dhe tha: "O Omer, nuk do të jetë imani jot i plotësuar derisa thot dashuria ndaj meje të jetë më e madhe se dashuria ndaj vetes tënde." U largua Omer radiallahu anhu disa hapa dhe brenda shumë një kohë të shkurtër ju kthye prapë i tha: "Ja Rasulullah, të dua tha më shumë se vetja ime." E tani tha: "Po Omer, tani tu plotësua imani." U largua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ardhën dhe i shkuan sahabët dhe e pyetën: "Ja Omer, pse një herë i tha nuk të dua më shumë se vetën time, pastaj i tha të dua më shumë se vetën time?" Kur u largova tha, u mendova pak sekonda dhe thash: "Në ditën e Kiametit, kur do të dalim në mahsher, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të lutet në fund të siratit dhe të thot: Allah, shpëtoj umetin tim, shpëtoj umetin tim, shpëtoj umetin tim." Kush vallë do të më bëj terman vale? A do të më bëj terman, a do të më shpëtoj familja ime? Jo. A do të më shpëtoj pasuria ime? Jo. A do të më shpëtoj fëmijët e mi? Jo. Ai vetmi i cili do të dërmetsoj tek mua, për mua tek Allahu xhalla fi ula, është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe ju kthyer dhe i thash: "Ja Rasulullah, të dua më shumë se vetja ime."